Imagjina mërë, sa lutja bëhat, sa doja bëhat. Kur shkojnë fëmija me qefën sofra nxojnë iftarin të shtëpia mërë. Po kjo është për me qajt bre. Po kjo hap, që sa e vogël ka qenë, a më sa me pesh. Gjithë të nxonsa me mira nxonsa. Shkojnë nanat e veta e kanë dert, ma nxen djalin iftari. Ndërsa kur i vjen djalit të shtëpia, edhe ulen sofër të iftarit, çfarë kënaqësie. Çështo afrohet qeveria me popull. E ata të cilët kanë kritikuar, ata janë dashakçini, ata janë islamofob, ata janë armik i vatanit, armik i familjes, armik i nxënësve. Unë shfrytëzoj rastin në emën tim personal dhe në emën të krejt tyre muslimanëve të Prishtinës, veçanërisht Prishtinës sepse komuna e Prishtinës që ta falenderojmë kryetarin e komunës, sepse sigurisht kjo është me lejen e tina, me informimin e tij, me lejen e paraprakë e tij. Pastaj drejtorin e arsimit, këshilltarët e kryetarit dhe të gjithë zyrtarët tjerë komunal, veçanërisht të arsimit, të cilët e kanë ndërmarrë këtë hap, e që është i shkëlqyshëm, është për çdo lavdat, është sa është aq njerëzor, po aq edukativ, kulturor dhe fetar. Edukativ, kulturor për futinja. Është njerëzor, sepse njerëzor është me respektue të drejtat e njerëzve. Sepse njerëzor është me mëshiru njerëzit. Njerëzor është. Njerëzor është me mëshiru njerëzit. Kjo është Ramazan. Dhe njerëz të agjerojnë. Ndoshta 7-10%, ndoshta më shumë. Aty besoj që nuk bjen ner të nxënësve, të arsimtarëve, janë agjerueshëm. A nuk meritojnë ata mëshirë? A nuk është njerëzore të mëshirohen ata punëtor, kuadër, të cilët me gjithse janë agjerueshëm, e japin kontributin e tyne në maksimum për me qenë mësimi cilësor. Është njerëzor, është edukat. Njeri ku respekton tjetrin, tregon edukat, tregon kulturë. Ku respekton tjetrin, jemi ulën një vend, qoftë në kafe, qoftë në kish, qoftë xhami, qoftë fush, qoftë parlament, qoftë ku të qijë. Dhe njëri për nesh ka nevojë më fal, ka nevojë për shumë flajt, o lodh shumë s'ka ku flan. A nuk është njerëzore, a nuk është edukat, me thalët përshet që të pak, ne pëtal shumë venin pak. A nuk ka të keqe diçka ha. A i thëdësh pak për shtirin për përshet qëtu. Ose, vesh 2 recate për fali. Po vëlla fali që aty. A ka nevoj në mu që jashtë? Jo, nuk ka nevoj. Jo, vazhdoni normal, vesh më lejeni mu të fali 2 recate. A nuk është kulturë kjo, ta respektesh tjetrin. Ndërsa për fetare mësë diskutohet. Sepse këta janë musliman. E ata të cilët kanë kritikuar, ata janë dashakçini, ata janë islamofob, ata janë islamofob, ata janë armik i dinit, ata janë armik i vatanit, armik i familjes, armik i nxënësve, nuk kanë turp. Nuk kanë turp. Nxënës se agjerueshëm, me nxënë iftarin shkollë, të dëmështi me zërë me prish ata. A halati jemi ideologjin tonë komunista. Nuk e turp. Qa ka të bëj kjo shtet laik pa laik? Duhet me respektua njerëzit. Bota perëndimore pretendon se është shtet laik apo fetare, çka është? A islami çka është? Tash lejnë atje FIFA që është organizata më e madhe federata ndërkombëtare e futbollit, ka pru vendim që kohë të iftarit me vleju njerëz me pas lejna, për me pas njerëzit pauz, lejtarët, për me agjeru, me prish iftarit, me bëj iftarit ata që kanë agjeru shumë, a nëpse ta mund t'jenë me gishta. Nuk janë as 1%, as 5%, po për hatër tyne. Një ofrim i tillë bëhet në Shtëpinë e Bardhë, bëhet në Kombët e Bashkuara, bëhet krejt botën, respektohet digniteti njerëzve, feja njerëzve, shtrohet iftar për musliman në Shtëpinë e Bardhë. Iftar për musliman. 10 kryetare, kryeministra të shteteve të botës, ai Anglisa, ai tjetëri, tjetër Amerika, të tanë të botës dalin dhe u urojnë muslimanëve, komunitetit të tyre vendas,
qytetit tyne, që të cilët janë krejt ardhacak aty. Me përjashtim të në pjesë që kanë pranuar Islamin më pas, u harrojnë Ramazanin. Dhe u dëshirojnë agjerim të lehtë. Ta akuzojnë tash ata se je 7 lajke pa lajke, pralla për kallzana. Ku e demokracia jote? Ku? A shef që këta njerëz, ta vuajnë një pjesë e popullit tonë, vuajnë nga urrejtja e madhe që e kanë kundër Islamit, dojnë me qitë atë mlefin e vetë vuajnë, por besa dhe mos e lodh, i poshtron Allahu atë që dyftërsynë në sheshë e madhe zot për me pa të tjerë se janë burrat legjë. Andaj mos më zgjat, se është Ramazan dhe nuk duhet ta kritikojmë kërkon, por me qenë se ka pas komente negative ka pse feja Islam është feja më e mirë. Komente negative ka edhe kundër lartmadhërisë Allahut. Insani din me fyë Allahun. Komente negative ka kundër pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam. Komente negative ka kundër Kur'an, librit të Zotit. Andaj mos mendoj që bën diçka në këtë dynja e nuk ke komente negative apo nuk ke kundërshtime. Mos mendo. Por je sigur punën tënde që është e mirë dhe shëndosh dhe në interes veçanti, në interes shoqëror kur është. Mos u ladh. Imagjino sa lutja bëhet, sa doja bëhet. Kur shkojnë fëmija me qefën sofra nxojnë iftarin të shtëpia mare. Po kjo është për me qajt bre. Po kjo hap, që sa e vogël ka qenë, a më sa me pesh. Gjithë të nxonsa me mira nxonsa. Shkojnë nanat e veta e kanë dert, ma nxën djalin iftari. O lodh djali jam. Ndërsa kur i vjen djali të shtëpia, edhe ulen sofër të iftarit, çfarë kënaqësie. Çfarë kënaqësie. Çështo afrohet qeveria me popull. Kështu të më afrohe. Qeveria lokale dhe qendrore kanë për obligim më afro me popull më afro. Dhe kjo është njëra prej mënyrave më efikase, më të duhura, më të suksesshme për më afro me popull, ju voft për izat Zotit. Allahu i shpërbleft e i ruajt, i përgëzojmë edhe njëherë nga thellësia e zemrës dhe kisha pas dëshirë që komunat e tjera ta marrin shembull. Ta marrin këtë shembull, ta bëjnë të njëjtën gjë. Ju lumt zotëri përparim kryetari me drejtorin e arsimit dhe të gjithë stafin e juaj qofshi faqe bardhë në dy dynjat.